Qishto do këtë qeshi kryesori Prishtinës pak ma shumë se 2 javë para natës së vitit të ri. Përveç dekorimeve të bizneseve rreth rrotull, nuk ka dekorim të qytetit, pavarësisht se jemi shumë afër festave. Pse? Ato janë taksat e tona, ato janë parët e tona, ku janë me të parët? Vjen diaspora tash me universitetin, e kryen juve 2 punë kur gjën nuk ka dekorim. Parët komuna do të pas, si për festa, si për sanëqia, si për shëndetësi, nuk e di ku janë me të parët, ku po shkojnë. Këta nuk e di çka probleme me qeveri për shembull. Këta pjallojnë fajnë në qetës. Amo parët be janë, ato janë taksat e tona, do të marrë ato pare. Se di po më duket që është pak e vënume të marrë parasysh që jemi në mes dhjetorit. E vërtet krejt qytetet evropiane rajonale, po. Tash veç ato ishin dashur me konë të vendosne, po shtëpizat janë mirë, të paktën që ato janë. Kallëzëm sa po të pengon që halos është dekoru qyteti njëri, kërkat dekorim? Në këtë shumë pengon, po e shkon ma mirë me dekoru pak, me zallu venin. Po ju e keni kryetarin, këtu s'kam punë me ta, e kam gazën atje. Na e kena dekoru krejt, e kena. A e keni dekoru? Nivele e kena, këtu s'po di. Qa ka ndodhë thash këto? 2 kompani të nderuse kanë qenë për dekorimin e qytetit, Anea edhe Fatose. Anea e ka fitu lotarin, qysh ka qenë procesi, pastaj kompania tjetër është anku me atë sa kom informacionon, Landa ka shku në SHP dhe tani e dini që ka ndodhë në organin e prokurimit këto zvarritjet masive që bohën vazhdimisht, që tashti na kena me kontaktu me pronarin e kompanis Anea, i cili është Lulzim Berisha, edhe me pyet në çfarë faze është procesi i dekorimit. Njerëz lojtëm pasha zotin qëre, është i 12 halo asnjë dekor, do me thonë, që veç Suisi është të ndryshu. Njena tu e bu një reportazh në lidhje me dekorimin e qytetit, na kena informacion që kompania juaj e ka fitu tenderin, mirë po çështja ka shku në organin e prokurimit ku halo nuk ka ndonjë vendim. A mundesh me na spjegu ç'është situata aktualisht me zhvillimet e fundit? Po aktualisht na jemi shpoll me datën 26/11, na jena shpoll fitues si operatori më i lirë. Mirë po ka qenë një ankesë e cila është bën nga një operator tjetër dhe zyra e prokurimit e ka kthyer në rivlerësim Londën. E ka kthyer këtë Londë shumë pa arsye. Do të thonë, vendimin me po. Me çfarë arsye pse po vënë ka shumë lëndë? Këtë banale, do të thonë është po. Për ata që kuptojnë prokurimin publik, arsyet cilat i ka dhënë edhe zyrtari i prokurimit janë banale. Cilat kanë qenë arsyet që i ka dhënë zyrtari i prokurimit? Po njëna për arsyeve që me konë sa ma banale është që ka thonë se brenda listës çmimeve janë dhënë çmime disa më të lira, disa më të shejta. Mi po diferenca mes kompanisë tonë dhe kompanisë tjetër është afërsisht 1.400 euro. Tu shihet që zyra e prokurimit, do të thonë, qëllimisht e zvarrit edhe nuk do me ecë përpara. E cili mundet me qenë qëllimi zyrës së prokurimit për me zvarrit procesin? Duket se është i përgatitur ky aktivitet i prokurimit. Na prej vitit kaluam jemi në ankesa në SHP, është kthy, është anulu, është ritenderu, prap kemi dalë më të lirë, mirë po zyra e prokurimit shihet që nuk i pëlqen ky rezultat edhe tash tenton në zvarrit, në çume, do të thonë lojnë qytetin pa dekoru për interesat dikush të vetat ato se nuk ka tjetër arsye. E qartë. E tash në situatën aktuale, kur mundemi me prit apo nuk ki informacion fare dekorimin e qytetit? Shiqa djekta kanë marrë vendim për me shpall fitues operatorin tjetër. Okej, ishte ky Lulzim Berisha nga kompania e cila e ka fitu tenderin si kompania ofertuese me ofertën më të lirën për dekorimin e qytetit. Okej, çfarë ka ndodhur tashti? Komuna e Prishtinës nuk përgjigjet. Drejtoresha e drejtorisë së kulturës Sibel Halimi na kena kontaktu ma herët me të, refuzoj me u prononcu gojaresht
sidoqoftë komuna na ka dërgu një përgjigje me shkrim e cila thot: më poshtë I gjeni përgjigjet nga Drejtoria e Kulturës dhe sektori I prokurimit. Do me thonë, kjo qenë ka komunikate përbashkët mes Drejtorisë së Kulturës edhe sektorit të prokurimit. Drejtoria për Kulturë si njësi kërkuese ka iniciuar vitin e kaluar procedurën për 2 vite. Vitin e kaluar njëri lot është realizuar me sukses, derisa I dyti, I cili është planifikuar për këtë vit pas ankesës së operatorit, është anuluar dhe është tenderuar. Përgjigja tash vjen nga sektori I prokurimit. Çfarë çka thonë prej prokurimit? Lidhur me aktivitetin e prokurimit për dekorimet verore, dimrore dhe shënimi I datave me rëndësi, ju njoftoj se ky aktivitet I prokurimit paraprakisht është anuluar me vendim të OSHP-s. Tutje, komuna e Prishtinës e ka ritenderuar aktivitetin e prokurimit dhe aktualisht procedura ndodhet në fazën e vlerësimit të ofertave nga Komisioni I rivlerësimit. Në bazë të asaj çka na ka thonë neve personalisht Sibel Halimin, komunikimin me ta, cilin normalisht se kena regjistru, na ka thonë që këtë diel po presin hapa konkret edhe nga OSHP-ja për çlirimin e burokracisë edhe fillimin e punimeve për dekorimin e qytetit. Na sigurisht kena me nejt në rrjedha prap, mos harroni, plot do sa ne ishin kont pa mundshme çaj bëj, mos t'i shkon sponsori jam general, po Zhego Brothers me celt Muni mu njoftu rreth ofertave më të lira rreth patundshmërisë, qof shtëpia, qof banesa, siguroni me vizitu po zhegobrothers.com. Unë jam bërën pacolli me që ta më rëmgjenin këtë platformat. Hajde!